Me udhëzimin e ri për të gjitha aplikimet për pasaportën biometrike dhe kartën e identitetit, standarde ose të përshpejtuara, procedura mund të kryhet pranë çdo zyre aplikimi të Identitek në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht njësisë ku qytetarët janë të regjistruar në gjendjen civile. Pikërisht ky është ndryshimi më i fundit, i cili ka ardhur në përmirësim të shërbimit ndaj qytetarëve. Por nga ky ndryshim përjashtojnë rastet kur pasaporta e fundit është aplikuar përpara vitit 2012. Këto aplikime do të vijojnë të kryen vetëm në zyrat sipas vendbanimit të qytetarëve në përputhje me procedurat në fuqi. Karta identitetit rriqet përmes zyrës së aplikimit, ndërsa pasaporta biometrike pranë drejtorisë vendore të policisë në qarkun ku bëhet aplikimi. Identitek mbetet i angazhuar, thuhet në njoftim, në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit ndaj shtetësve shqiptar, përmes zgjidhjes që vendosin në qendrën dhe nevojat e tyre, duke lehtësuar aksesin në shërbimet që ofrohen. Pikërisht në këto zyra qytetarët mund të bëjnë aplikimin, ndërsa ato njëkohësisht ofrojnë edhe prodhimin dhe shpërndarjen e pasaportave biometrike, letër njoftim elektronik, leje qëndrimi për shtetasit e huaj e të tjerë.